gjendja e sigurisë në nivelin global, rajonal, por edhe në Republikën e Kosovës, po evoluon me shpejtësi. Kërcënimet me të cilat përballemi sot nuk janë ato të një dekade më parë. Sfidat kryesore me të cilat jemi përballur vitet e fundit përfshin grupet armatosura me organizim paraushtarak dhe kapacitete superiore ndaj atyre policore. Pastaj kontrabande vazhdueshme me armë dhe mallra, të cilat cënojnë sigurinë publike përgjatë vijës së gjelbër kufitare. Mandej infiltrimi strukturuar i grupeve të armatosura, të cilat kërcënojnë sovranitetin tonë, përdorimi i teknologjive moderne, veçanërisht i dronëve, si dhe mbikëqyrja e vazhdueshme e terrenit të papërshtatshëm toksor, ujor dhe ajror, si dhe infrastrukturës kritike. Policia e Kosovës ka bërë dhe vazhdon të bëjë punë të jashtëzakonshme. Megjithatë, ajo ka mandat sigurimin e rendit publik, parandalimin dhe hetimin e krimit. Ne kemi pasur sulme të vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçanti në veriun e vendit tonë, ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, policisë së Kosovës, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse rrëmbimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët e KFOR-it dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës të Zveçanit dhe sulmi në Ibërlepens e të tjera. Këto na treguan se grupet armatosura me organizim paraushtarak, me armë të rënda dhe me kapacitete operacionale ushtarake, përfshirë dronë dhe antidronë të cilët të i kalojnë mundësitë standarde policore, kanë rrezikuar dhe mund të rrezikojnë seriozisht sovranitetin e Republikës Kosovës dhe qytetarët e saj. Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë, përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës. Gjandarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike. Modeli i gjandarmerisë është praktike dëshmuar evropiane. Shtetet si Franca, Italia, Turqia, Spanja, Portugalia dhe jo vetëm, kanë struktura të ngjashme me role dhe mandate të qarta, të cilët veprojnë me efikasitet dhe profesionalizëm për dekada. Ne jemi duke ndjekur praktikat më të mira evropiane, por modeli i Kosovës do të ndërtohet në përputhje me sistemin ton kushtetues, specifikat dhe rrethonat e Republikës Kosovës. Tashmë grupi punues i themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveqla është duke punuar në analizimin e të gjitha aspekteve të formimit të gjandarmerisë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do të bëhet me miratimin e ligjit të veçantë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në legjislaturën e 11, e cila do të dalë pas zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit.